ishim ne Anglia në fush. Jo, ne ishim Shqipëria e madhe, nuk ishim Anglia, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë fare. Ishte Hoxha si Cristiano Ronaldo në kod vet në krahun e majtë. Do thojë Leo Messi me që dërblonte, po ti. Po Messi ti ish dorë nga Messi jo ti herë. Nuk do futem çdo episod të një diskutim, Manchester City Bellingamin. Ka pas një moment të beson Bellingami duk sikur dëmtua një moment dhe po thoja bravo lojtarët e Shqipërisë, bravo që ndihmut Barcelonën parë, u ngrit prap. E para bravo çunave të Shqipërisë dhe Kosovës për kualifikimin historik në play-off. Tashmë jemi thjesht 2 sfida, 2 finale larg botrorit historik Amerik 2026, unë dhe ti do të çojmë kërkesën për viza. Nuk është kaq e lehtë sa ç'thot Mantha, jemi vetëm 2 ndeshje larg, jemi 2 finale larg, sa 2 ekipe shumë të mira që do luajmë. 2 ekipe shumë të mira të diskutueshme. Megjithatë, shorti është ditën e njëjtë në orën 1, kështu që ne do jemi live në atë orë, na ndiqni edhe live që do kemi atë ditë në orën 1. Por çfarë do bëjmë ne? Me që mbaruan 8 ndeshjet eliminatore, kemi një tabelë. Dhe te kjo tabelë kemi çfarë ke menduar Flori 4 momente kryesore nga eliminatorët. Kemi lojtarin më të mirë, momentin më të mirë, momentin më të keq dhe lojtarin që është gënjeu. Tani, sqarim. I ka zgjedh Flori fotot. Unë nuk kam dorë, unë do diskutoj tani çka ka zgjedh, nuk i kam parë. Po ke motori këtë emisioni më. Po pra, ne po them. Po normal që ti zgjedh. Do të bullizojmë ty nëse ke bërë gabim miku im. Jo, të bullizojmë ty. Unë nuk e kam parë. Nuk arrit dakord bash autori një programi. Kjo ishte goditje nën brez. Fillojmë me lojtarin më të mirë. Lojtari më i mirë i kombëtarës në fushatën kualifikuese. Po. Po ta mendoj. Kur ta mendosh ti? Unë kam një emër. Unë kam një emër. Ta tregoj kë kam. Të lutem. Emri im. Jo, nuk e pranoj. Jo, duhet ta pranoj. Duhet ta pranosh. Je bër politikisht korrekt me gjithë. Më fal. Nuk mund të them që kombëtarja pati një lojtar të mirë. Kur kjo kombëtare ka patur çdo ndeshje një lojtar të ndryshëm nga njëri tjetri. Tani po e bën si ata që thon kanë meritë dhe ish lojtarët e më parë. Jo, nuk e them atë. Tani. Të zgjedhim lojtarin më të mirë. Okej, tani do të them për Manën që ka 3 gola, apo do të them për Uzunin i cili bëri ndeshje të mirë Serbi. Dhe po ashtu më të mirët. Dhe po ashtu bëri dhe ndihmën më të madhe te golin Andorra. Apo do të them për Midan që ka qenë top nivel çdo ndeshje. Apo për Ajetin që nuk ka zgënjur kurrë. Për këtë them. Ja, dëgjoj. A pra? A dhe gjejmë lojtar më të mirë. Po nuk e ke se janë gjithë mirë. Un kam diku te 2 emra për mua. Mi thuaj. Un do thosha ose Kristian Aslani, sepse ka qenë Okej, Aslani, pra, të dolën 5 deri tani. Duro. Ose Kristian Aslani sepse ka qenë tërkohës pjesë e formacionit titullar. Ka shënuar golin vendimtar me Letonin, ka shënuar golin vendimtar me Andorrën. Pra, Aslani ka qenë tërkohës pjesëtar i rëndësishëm i formacionit, ka shënuar dhe 2 golat më vendimtar. Dhe për mua, lojtari më i mirë i Shqipërisë në këtë fushatë kualifikuese është Kristian Aslani. Ka shënuar 1 gol. 2 me Letonin penalltin kush e bëri në Albania? Kristian Aslani. Me Andorrën golin që na dha play-offi kush e bëri? Kristian Aslani. Kush ka qenë titullar të kohës me Shqipërinë? Kristian Aslani. Lojtari më i mirë i Shqipërisë? Kristian Aslani. Kush ta bëri golin Serbi që ti fitove ndeshjen direkt? Po edhe? Rejmana. Kush më penalltin me Serbinë? A dole barazim, nuk të ndikoj. Tërkohës vazhdimisht pjesë e kombëtares në formacion titullari pa diskutueshëm, ka shënuar 2 gola më të rëndësishëm. Nuk mund të thuash se del dikush ato lojtari më mirë ka qenë Strakosha, që pse vetëm një gol për ndeshjet e tjera përveç Anglie. Atëherë mund të them dhe mbrojtja ka qenë Gjimshiti ka qenë më i miri, Ajeti ka qenë më i miri. Po Aslani ka vendosur Mita i ka qenë i pagabueshëm. Ore ka qenë të mirë, po më i miri në të mirëve për mua është Aslani. Për mua kjo kombëtare pa thënë që ishte grupi më i mirë nuk do shkonte gjikundi. Kë do më shumë Magna Babin të dy. Grupi ishte më i mirë. Lojtari më i mirë të kombëtare ishte grupi. Se çdo ndeshje ka qenë një ndryshëm. Unë mund të them për fushatat e tjera që ka pat një lojtar ndoshta që ka dalluar, por te kjo jo, që ka qenë gjithë grupi. Unë do thosha Aslani. Ti thua grupi, vendoseni ju që na ndiqni. Do vazhdojmë që ti ndryshojmë pak emocionet, do shkojmë te një emocion jo i mirë tani, te momenti më i keq që ka patur kombëtarja, se jeta i ka edhe të këqija dhe të mira. Un kam 2 në mendje, kë ke zgjedh ti tani, po e di kë ke zgjedh garant. Unë sem dakord. Jo. Kush mund të jetë tjetër? Unë sem dakord. Edhe këtu që një fragment të shkëputur nga Flori ka zgjedh penalltin e humbur të Rei Manajt në Air Albania ndaj Serbisë në momentin më të keq. Nuk ka ditë më të keqe për popullin shqiptar se kjo. Unë e mbaj mend atë ditë. Unë kam mendim tjetër. Kam parë 20.000 veta zgënjur dhe një javë mbrapa ishte po njëjti muhabet prap. Atëherë prit, ta shohim me një këndvështrim më të ftohtë. Shikoj ku dush. Atëherë në rastin e Rei Manajt humbën penallti në Air Albania ndaj Serbisë. Por mos harroni që përpara sfidës Serbia shihet si favorite kundër nesh. Po? Prit. Përpara, jo mbrapa. Okej. Shihet si favorite dhe barazi dhe humbja e penalltis na la thjesht me 1 pikë ndaj Serbisë. Pra nuk humbëm. Nga krau tjetër, për mua, momenti më i keq që kombëtarja jon ka pasur në këtë fushat kualifikuese,
Ka qenë goli vetëm që kemi psuar jo nga Anglia, që ishte goli psuar në Letoni, në barazimin 1-1. Pse ishte momenti më i keq? Sepse Shqipëria ishte favorit absolut për të fituar atë ndeshje dhe gaboi momentin më të rëndësishëm duke barazuar me Letonin, një barazim që ndërlikoi shumë situatën tonë grup. Prandaj për mua ai ishte momenti më i keq, jo kjo. Moment më i hidhur nga ky, që të le shihet keqe, që ti e kujton, un tani kur e kujtoj, kur e shikoj foton. Kur e shikoj foton dhe e kujtoj, akoma më dhëm ky momenti. Ja, nuk të dhëm fare se rregullojnë Serbi. Po kishte gabun Serbi, po. Po ti nuk e di çfarë ndodhi 3 muaj më vonë. Po themi tani mbas kualifikues. Po pra, jo, unë them momentin më i hidhur që ka përjetuar më keq. Dhe në moment po mbas kualifikues deri kur luaj Serbi, gjithë thonë Rejma nuk duhet luajë më me kombëtaren. Dhe e ka përjetuar vet ai. Jo, mos luaj kombëtaren, jo. E ka përjetuar vet ata që pa ndeshën nga afër, nuk kishte njeri që nuk e shante manën ditë tjetër dhe ti e di shumë mirë. Po janë Shar dhe Lorik Sana karton me dorë. Letonia ishte e dhimbshme, po kjo ka një dhimbje më të madhe për faktin që ishte Serbia përballë. Nuk jam dakord, për mua ka qenë më e dhimbshme barazim me Letonin. Momenti i vitit. Dhe jeta siç të ul ashtu dhe të Pa, di momenti i vitit po. Prandaj momenti i vitit është po prapë Rejmana me golin në Serbi. Nuk ka diskutim hiç. Dhe përveç golit dhe festimin me Shqiponj ishte diçka tjetër. Kështu që kemi momentin më të keq dhe momentin më të mirë, po nga njëjti lojtar. Dy emocione të ndryshme. Lushnja kryeqytet. Ti nuk ka diskutim fare, momenti i vitit ky është pa diskutim. Sepse me këtë gol dhe ne nuk e donim më fare play-offin. Jo, ne fituam. Këtë dhe s'donim edhe mos më shkum play-off na interesonte më. Madje kur kam dalë ditën tjetër, që kam bërë ca pyetje për tifozët që ishin aty, thonin që ne fituam botrorin. Po s'na interesonte më. Nuk e duam trofeun, e kemi fituar botrorin tonë. Se mbasi goli erdhi një banderol nga i famshëm i Florit, ishte banderol, më kujto pak. Lusha nuk bën vetëm shalqi, bën dhe gol në Serbi. Dhe papritur zbulova edhe zhgënjimin më të madh. Zhgënjimi më madh Broja? Argumentoti Broja për mua ishte zhgënjim. Si mund të jetë Broja zhgënjim? Broja ishte zhgënjimi këtë edicioni. Pse? Por ka diçka në jetë ti zhgënjehesh. Unë në jetë i pasur si janë vërtet. Po Pse është Broja zhgënjim? Ma lër të marrë mendimin, pa ndërprer 700 herë. Se do përfundoshe një emision shumë i keq. Te skandale. Te skudat e errta ta andale se quhen skandale, kështu që rri. Ka një problem. Zhgënjimi i madh ishte Armando Broja, por në jetë ti zhgënjehesh aty ku ke pritshmëri më të mëdha. Dhe kur ti ke pritshmëri nga një lojtar, i bie që kur ky nuk arrin nivelin e vet, ti zhgënjehesh. Dhe çfarë ndodh me Armando Brojën? Ka 2 vjet që nuk është lojtar i rregullt, nuk luan dhe pati mundsinë që ne tham, o tani o kur. Te këto eliminatore Broja duhet bëj Brojën që ne njohim dhe nuk e bëri. Fati keq atij që ka dëmtime që ndjekin nga mbrapa, e kuptoj shumë, mundhim sikur e pash dëmtuar ndeshën me Anglinë, ama ishte zhgënjimi këtë edicioni. E di Barove? Mendimi im. E di si e bëre? Se ato zyshet ta kemë prindër. Është i zgjuar, po nuk do vet dreqi. Nuk ka problem fare. Si mund të Broja? Unë kam mendimin tim dhe nuk ka rëndësi fare çfarë ti. Broja zhgënjim, kur Broja ka qenë 90% të ndeshjeve titullar, ka luajtur në krahun e djathtë që nuk është krahu i tij i preferuar, ka marrë përsipër shumë gjëra në ndeshjen me Serbinë, ai lodhi mbrojtësit serb. Dhe Broja ka dhënë kontributin e tij dhe në mesore me Jordanin shënoi gol, u rikthye te goli mbas kohësh. Pastaj dëmtin pa fat me Anglinë, por kurse si nuk mund të jetë zhgënjim Broja në to kualifikuese, zhgënjime di këti, për mua janë 2 zhgënjime të mëdha në to kualifikuese. I pari Mirlin Daku, po, nuk ka luajtur as një minutë më. Prandaj është zhgënjimi më i madh, se me Rusin, një sekond. Po ku mund të jetë kur ka pas mundsinë çfarë zhgënjimi do jetë? Jo. Në Rusi me Rubin Kazanin luan dhe shënon gola. Kur ka pasur rastin që është aktivizuar me Shqipërinë, nuk mund të them zhgënjim dikush që nuk luan, jo po them Ernest Muçi zhgënjim pa grumbullu fare. Po jo pra tani. Ndryshon se Ernest Muçi nuk është grumbullu, Daku është grumbullu. Po nuk ka luajtur fushë. Po pra dhe nuk e ka bindur Silvinin në çështë vitje. Po çfarë lidhje ka ajo? Nuk ka bindur dhe një zhgënjimi i dytë të Hasani, që bëri super kualifikuese europiane. Nuk ka luajtur zotëri. Sepse s'kan bindur Silvinin në çështë vitje. Po kush e vendos? Po ai që nuk vjen fare dhe bën mirë te Po jo ai që nuk vjen më burraj që ka ardhur dhe s'ka bindur të luaj. Klisman çka bindi më shumë se Hasani. Ke një lojtar, ke Mehmetin që bën mirë në Angli, një nga kampionatet më të forta dhe nuk grumbullohet. Unë çfarë them, ka fajin ai që nuk grumbullohet. Do zhgënjeu ai që nuk grumbullu dhe po bën mirë te ekipi vet. Nuk është zhgënjim para Dakut dhe Hasanit. Në kombëtare kam fjalën. Kurse si? Për minutat që ka luajtur, ka pasur rolin më të madh në krahun e djathtë që nuk është krahu i tij. Nuk po them që ka shkëlqyer, por nuk mund të jetë zhgënjim Broja. Kë kishe ti lojtari më dobët të ndeshja me Anglinë? Erdhi për 5 minuta u dëmtuar, si lojtari më dobët. Kë kishe ti lojtari më dobët të ndeshja me Serbinë atje jashtë? Broja kurse si joje. Kë kishe ti lojtari më dobët të ndeshja me Letonin? Me Andorrën. Me Andorrën dobët ishin të gjithë. Po tani. Me Andorrën ishin dobët të gjithë. Kur më del 3 ndeshje dobët, ç'do? Po me Andorrën ishin dobët të gjithë.
Me Andorin që skandal gjithë. Mua më vjen keq për këtë lojtar se di potencialin dhe po e përndjek një dëmtim. Po e përndjek një dëmtim që dha ai vet. Po kurse si nuk mund të jesh gënjim Broja. Po e përndjek një dëmtim që dha ai vet e ka frikë të luajë prap dhe madje Broja po ta vesh re. Pati momentin tek ndeshja në Andorra që u zgënjye me veten dhe qau mrapa. Ai vet e do shumë kombëtar më, do fanellën, por edhe atë vet e zgënjie vetja që nuk arrin dot potencialin që ka. Po pra, unë jam dakord që s'ka rrit potencialin. Po këtë po them dhe unë. Po jo zgënjimi më i madh i kombëtares. Zgënjimi më i madh i kombëtares është Daku, sepse Daku kur nisi fushata kualifikuese ishte sulmuesi që shnu më shumë gola me Robi Kazanin në Rusi dhe me kombëtarin nuk e gjen kurrë veten. Po nuk ka luajtur titular, e kur e ka fut tash gënjë me Gibraltarin çfarë bëri Daku? U fut titular. Gibraltar me Gibraltar skuadra më e dobët Daku ishte askull. Po të jap 3 dhe 4 ndeshje që nuk ka qenë në nivele vet. Ore Broja ka marr formacionin, Daku sa formacion s'ka marr. Po e ka marr dhe nuk ka bindur asnjë këto formacione që ka marr. Po pra, po Daku as formacionin se merr dot, kuptoj që situata është. Po Mehmeti që nuk grumbullohet do zgënjim? Po nuk. Po çfarë ka mos grumbullim me mos. Po dikush nuk luan nuk zgënjen dot more. Po jo më si. Jo kur grumbullohesh dhe lihesh në stol. Aty je zgënjim sepse ishte para fushatës kualifikuese ishte sulmuesi me më shumë gola më në formë. Sulmuesi që u përdore me Shqipërinë dhe nuk lëshenj. Nëse. Uroj që deri në mars Armando Broja ta ketë marrë veten dhe të jetë te eliminatorët e play-offit shumë i rëndësishëm. Te këto eliminatore deri tani nuk ishte i rëndësishëm dhe ça lojtë reparti sulmit. Në play-off mund të bëjmë më të mirën e vet. Po unë nuk bie dakord, unë kurrë të bie dakord me ty miku im. Nuk ka problem.